Përshëndetje dhe mirë se vini sërish në një video tjetër në këtë kanal. Unë jam Alma dhe sot, pas shumë ditëve që unë nuk kam hedhur video në YouTube, kam ardhur me një super lajm dhe sot, pas shumë viteve të punës dhe të jetës tonë, unë dhe bashkëshorti im u bëm me shtëpinë tonë, me apartamentin tonë. Nuk e di, jam totalisht e blokuar, ne sapo erdhëm nga zyra e noteres dhe jemi akoma në gjendje shoku. Tim shumë vite që ne ëndërronim që të vinte kjo ditë dhe mendonim që nuk do vinte kur. Atëherë se në Shqipëri dihet se sa e vështirë është me pas ose me ble një makinë dhe jo më një apartament. Bashkëshorti im kemi 17 vite bashkë dhe për gjithë këto vite ëndra jo më e madhe përveç se krijimi të familjes normalisht ka qenë edhe sigurimi i një apartamenti për fëmijët tanë edhe për familjen tonë. Ne kemi gati një vit që përgatitemi për këtë blerje ose më saktë kemi filluar për të parë dhe nuk e di, është ndjesia që një njeri kur e projekton mendjen e vet se si do të jetë apartamenti, ka shumë pritshmëri, edhe rasti blerjes së një shtëpie është realisht një sfidë shumë e madhe. Përpos pjesës së krijimit të familjes dhe blerja e apartamentit është një sfidë shumë e madhe. Kërkimet tona ishin çdo ditë kur në zyrën tim prezantoheshin ose më vinin oferta për shitjen e shtëpisë. Unë isha e para që doja me pas se si dukej, a ishte ndonjë nga këto në favorin tim, ose ishte ndonjë nga këto apartamente siç unë e kisha projektuar në mendimet e mia. Dhe mbas shumë përpjekjeve unë kam parë shumë, do ju lë disa video që t'i shihni, kam parë shumë hyrje, shumë apartamente, por do ndodhte diçka që ose do ishin kate shumë të larta, nuk do kishte ndriçim natyral, do ishin në shkallë tepër të ngushta dhe do dilte diçka që ne nuk do na përshtatej, ose do ishin dhoma shumë të vogla, do ishin balkonet shumë të vegjël. Ne kishim projektuar që ne donim një apartament që të kishte të paktën 2 dhoma dhe balkonin e madh, verandën dhe ndriçim natyral. Por çdo herë që vinim shihnim, na pëlqente diçka te një apartament dhe nuk na pëlqenin një ose 2 gjëra të tjera. Dhe mbas shumë përpjekjeve ne thamë që okay, për këtë vit do ta stopojmë, nuk do shohim më, le të vi kur të vinë. Në moment që ne hoqëm nga menja këtë pjesën që shiko se deri tani, përderisa nuk na është përshtatur diçka, po e lëm derisa të vinë në momentin e duhur. Pas shumë kohëve që unë kisha hequr dorë, më vjen një ofertë nga një koleg imi, nga një agjenci tjetër dhe më thoshte që shiko se më ka ardhur një apartament i tipologjisë 3+1 dhe mund vini ta shihni se është diçka që mund t'ju përshtatet në lidhje me kërkesat që unë i kisha paraqitur. Vete me bashkëshortin tim, por që jo me atë entuziazme, mendoja se do ishte ndonjë siç janë ofertat e tjera, siç kishin qenë disa ofertat e tjera, dhe shohim që apartamenti na përputhej pikërisht, pothuajse i kishte të gjitha pritshmëritë tona, madje ne kishim për 2 dhoma, kishte 3 dhoma, dhomat nuk e se janë në shumë të mëdha, por që ne na përshtatej shumë mirë, duke qenë se kemi dhe 2 fëmijë dhe secili nga fëmijët të ketë dhomën e vet. Dhe nuk e di, ishte sa e pam direkt, ishte dashuri me shikim të parë lidhje me atë apartamentin. Dhe vendosëm që vendosëm që ky ishte apartamenti. Pengesa e radhës erdhi, pronari që kishte këtë apartamentin jetonte jashtë shtetit dhe
ai nuk vinte dot, se ne kemi parë apartamentin në fund të muajit gusht, dhe ai nuk vinte dot, pasi jetonte jashtë shtetit dhe ishte në marrëdhënie pune që nuk shkëputej dot dhe na tha që maksimumi që mund të vinte ishte për vitin e ri, pas 4 muajve për pushimet, si çdo emigrant tjetër që nuk merr dot leje më përpara. Dhe ne, vendosim që do ta prisnim. Fundja nuk është se kishim çfarë të humni, si të thuash, nuk është se kishim ndonjë gjë tjetër që na kishte pëlqyer ose kishim nxitim për të ndruar shtëpi, dhe vendosëm ta prisnim. Lajmi I mirë erdhi para disa ditëve që ai kishte vendosur për të ardhur pak më herët në Shqipëri, pasi kishte edhe disa punët e veta personale dhe mund ta kryenim aktin e blerjes së apartamentit. Dhe kjo ishte një nga super lajmet. Por gjithsesi dhe pronari nuk është se ishte shumë I gatshëm për ta shitur atë apartament, me sa kuptuam ishte shumë I lidhur shpirtërisht, por duke qenë se ai e kishte ndërtuar jetën e vet jashtë dhe fëmijët kishin marrë shkollimin andej, jetonin andej, kishin kryer jetën e tyre në emigrim. Nuk ishte pritshmëri për të kthyer më në Shqipëri dhe apartamentin siç e kishin bler ishte I pabanuar dhe bosh. Thjesht në një dhomë, kishin çuar një dhomë gjumi, sa herë që vinin në Shqipëri, thjesht për të qëndruar ke ajo dhoma e gjumit, për mos të vajtur në hotel, dhe pjesa tjetër e apartamentit ishte bosh. Madje as drita as uji nuk ishte I lidhur. Ky ishte një apartament që ne na përshtatej plotësisht, pasi edhe unë doja që apartamenti ishte bosh I pamobiluar, që unë ta mobiloj sipas gustove të mia, sipas dëshirës time dhe nuk e di, pas shumë peripecive, shumë muajve pritje dhe shumë përpjekjeve për gjetur apartamentin tonë, ne më në fund sot realizuam aktin e blerjes së shtëpisë tonë dhe ne kemi çelësat e apartamentit tonë në dorë. Nuk e di, jam shumë e gëzuar, shumë falendëruese Zotit, siç e thash, dhe shpresoj dhe uroj që ai apartament të sjellë vetëm gjëra pozitive në familjen tonë. Apartament jetë 3 ngrohtë për fëmijët e mi, për familjen tonë dhe unë në ditën e vazhdim do porosis mobilje dhe do jetë një nga gjërat më të bukura që do realizoj, besoj. Dhe do jem gjatë gjithë kohës duke I ndarë gjërat me ju, mënyrën se si do ta mobiloj, gjithçka. Domethënë deri në aktin e fillimit të mobilimit deri në fund. Kështu që duke ju falendëruar përzemërsisht që keni qëndruar, keni parë këtë video deri në fund. Ju uroj gjithë mirat dhe shpresoj dhe uroj që edhe ju të realizoni ëndrat tuaja. Ju dua shumë, shihemi ke video tjetër.